Në qoftë se ti e përdor për t'i dhënë certifikatën e pronësisë bujqve për tokën që e punojnë prej 35 vjetësh. Dhe tani ka një hall shumë të madh që ata që e kanë marrë para 35 vjetësh sot janë 70, 75, 80 vjeçar. Dhe natyrisht duan ta trashëgojnë ke fëmijët e tyre, nuk kanë kohë të presin radhën ke noteria apo tek dera e hipotekës, ku në fillim marrin një përgjigje që kanë bivendosje ke toka jote, tek shtëpia jote e kështu me radhë. Pastaj merr ryshfet, nuk ka më mbivendosje, po bëhet, jepet certifikata e pronësisë. Pra, nëse ti pushtetin e përdor për këtë gjë, nëse ti pushtetin e përdor për të bërë akoma dhe më demokratike ekonominë, nëse ti pushtetin e përdor për të bërë një reformë të thellë dhe tani është koha. E qartë. Tek prodhimi bujqësor, tek prodhimi dekoral, natyrisht s'ka pushtet absolut, është pushtet që ka dhënë populli dhe që e merr mbas, e merr mbrapsht populli. Pra që është edhe unë një rresht? Po nëse këtë pushtet e përdor për të ndryshuar sistemin, për shembull. Kë sistem? Kushtetues që ne kemi, ose parlamentin për ta ndryshuar, për ta kthyer në një sistem tjetër. Sistemi kushtetues Për ta ndryshuar nga republikë parlamentare të kthehemi në një republikë tjetër. Këtu ndryshon? I pari kundër, me dorën e majt biles. Vazhdoj të jem republikan, socialist, dhe mbaron këtu. S'ka pushtet presidencial, pushtet që buron nga vota e popullit edhe që e delegon Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Shumë dakord, me përgjigjen e kemi të shënuar. Kam bërë luftën kundër këtij regjimit presidencial në 94. Edhe i referendumi atëre është gjëja që ne nuk ja bëjmë të tjerëve. Bitë gjitha nuk ja bëjmë popullit. Republikë parlamentare dhe pikë. Okej, ma thua pak si mund tjetë qeverisja Rama 4? Si duhet tjetë? E fokusuar shumë fort tek dy gjëra që janë themelore. Tek problemet e njerëzve dhe tek përmbushja e ushtrimit që përmirëson këtë vend, jetesën këtë vend, cilësinë e jetës në këtë vend, dhe që është ushtrimi europian që po imponohet Shqipërisë nga procesi i negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Nuk është vanitet. Çfarë do të akcente? Ti je pjesë e Bashkimit Evropian, nuk është vanitet që ne do ulemi atje, kemi flamurin tonë aty, hapet rreshti me ne se jemi vetmi vend i Bashkimit Evropian që fillojmë me A, me nuk është vanitet. Ushtrimi që negociatat detyrojnë për Shqipërinë është një ushtrim që përmirëson vendin. Pra përmirëson aspekte të rëndësishme të demokracisë, lirive, të mëdhaja e të vogla të zgjedhjeve, do e mos të ekonomisë, të asaj që është shtylla sociale e këtij vendi, të investime publike, çdo gjë tjetër. Çdo gjë tjetër. Pra është një ushtrim që çon në standard gjithçka, nga zgjedhjet deri tek siguria ushqimore. Pra na përmirëson ne. Dhe na vendos në një standard që është standardi apo cilësia e jetës që është sot në Bashkimin Evropian. Këto dy gjëra janë të qëndësishme, mendoj. Kam dhe një pyetje që më kujtojnë shumë mirë intervistat në kryeministri. Çfarë do ta akcente Braçën në kabinet? Mua? Po. Po pse duhet të kthehemi përsëri tek përgjigjja më parshme? E kam premtuar apo kam marrë angazhim dhe kam fituar një kontratë pune. Po mirë, mund ta marrësh lajm nga televizori tani, më thuaj se jo të gjithë i marrin vesh se kush do jetë ministër. Jo, për fat të mirë me mua nuk ka ndodhur kjo. Okej. Do të thotë mund ta kesh surprizë. Do të thotë që i kam marrë angazhim ndaj atyre njerëzve që do të bëj deputetin e zonës me kod plot. Dhe natyrisht i kam thënë banorëve të Tiranës se do të bëj deputetin e Tiranës. Okej. Po prapë me kod plot. Braçe, më bën shumë përshtypje, në kaq shumë vite sa ti ndjek zgjedhjet, edhe unë pak më pak se sa ty, por jo pak, bën 15 vite të paktën që ndjek politikën. Si ka mundësi që Partia Demokratike në